Yjeve mundësohet nga Eagle Mobile, sponsor i përgjithshëm, Erika Albania Ceramike, Pepsi, Uibora, Grishko, Hotel Doro, Universal Hospitals Tirana. Pepsi Max, shije maksimale, zero sheqer. Stil në arredimin e shtëpisë suaj. Shije në kurimin e çdo detaj. Përzgjedhje në ngjyra dhe material. Aty ku luksi përfaqëson cilësinë dhe çmimin konkurrues. Shtëpia, zyra, hoteli apo prona juaj merr tjetër vlerë vetëm me Erika Doimo Domus. Erika Doimo Domus. Detajet që bëjnë diferencën. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. Zgjidhe ti sa kohë do të flasësh. Duke dërguar një SMS në 55200 për vetëm 800 lekë, përfitoni 800 minuta brenda rrjetit, 30 minuta me operatorët e tjerë, 30 SMS dhe 120 MB internet edge. Për 2000 lekë për plot 30 ditë ju përfitoni 2000 minuta brenda rrjetit, 80 minuta me operatorët e tjerë, 80 SMS si dhe 360 MB internet edge. Vallëzo me kohën tënde. Yes.
sot në edicionin e 5 të Star Academy. Ta janë 16 konkurrentët që kanë pushtuar ekranet e çdo shtëpie, mbasi ato çdo ditë janë 24 orë non-stop në transmetim të drejt për drejt, që për 2 javë ato mësojnë, trajnojnë dhe jetojnë së bashku dhe tashmë kanë kanalin e tyre Star Academy në digital, i cili transmeton non-stop gjithçka që ndodh në shtëpinë e Star Academy. Jam e bindur se klubi i miqve i fanëve të Star Academy nuk do të jetë shumë i madh me qindra me mira vetëm në Facebook, por edhe këtu në sken. Çfarë do të ndodhë? Paneli i kritikës që është përballë tyre këtë vit do ta ketë vërtet shumë të vështirë të jap mendime negative. Pse se edhe në qoftë se ndonjërit prej tyre nga emocionet i ndërpritet kënga, kanë të drejtë ata të tjerët miqtë e tyre të vinë dhe t'i zëvendësojnë dhe të këndojmë në emër të tyre. Ftojmë ish staristët. Nuk është e lehtë të përballesh me opinionet e tyre, sepse tashmë ata janë artistë të vërtet. Janë artistë të vërtet, janë këngëtar të skenave live, janë balerinë madje edhe me role solistike në teatrin e operas. Do jem për krah tyre për 11 javë me radhë, duke i mbështetur me opinione, me vlerësimet e tyre, por njëkohësisht dhe me interpretime në sken. Dhe ajo që është më e bukur është se do ndajnë dhe këta në 2 skuadra. Atëherë fillojmë garën pa humbur kohë, uluni në përvende, ndërkohë një vajzë e vogël, një yll i vogël që ka shkëlqyer prej 14 javë në këtë skenë magjike, është këtu me mua sonte. E doja ta kisha pranë si një ogur të mbar, që dhe ne të vazhdojmë kaq bukur ashtu siç vazhdoi, filloi dhe vazhdoi dhe përfundoi dhe gjeniu i vogël. Vajza e vogël quhet Laura. Unë mendoj se ti tani e bësh shumë e famshme, të njohin të gjithë. E njihni Laurën ju? Laura do na këndoj më pas, po tani, si një yll i ri që është, do ulet për kraj yjeve të tjerë, dhe pse jo dhe ajo do shpreh mendimin e saj, i pëlqejnë, nuk i pëlqejnë, këta konkurrentët e ri të edicionit të 5 të Star Academy. Je dakord me këtë detyrë? Unë nuk ta thash që parë, në fakt ishte kështu, diçka e papritur për ty. Je dakord? Pa. Zemra vogël, ke dëshirë të thuash diçka për publikun? I falenderoj të gjithë. I falenderon të gjithë dhe ne falenderojmë shumë për atë zë të mrekullueshëm dhe për atë interpretim të mrekullueshëm që na dha në këtë skenë. Unë duaj që dikush nga ju, ai djali me kaçorela, që është Enedio shumë gentil, ta marri këtë zonjush të vogël dhe ta uli në bashin e vendit atje. Ndërkohë, ne fillojmë garën këtu në Star Academy, besoj jemi të gjithë gati, të shikojmë se cila disiplinë do të vije para këtu në skenë. Të ndjekim. Është kanto, pra do të konkurojnë së pari konkurentët e këngës dhe ftojnë në skenë Albin dhe Branimirin, ndërkohë regjia prezanton klipin e parë, klipin e Albit. Të ndjekim nëse e kemi, po...